Bukur, jemi rikthyer në studio për të vijuar më tej me temën e fundit për ditën e sotme dhe kur flasim fakt për ekonominë, sigurisht që ekonomia shqiptare, pavarësisht se Banka Qendrore Shqiptare ka theksuar se përgjatë këtij viti nuk do të ketë një ndryshim të nivelit të rritjes së ekonomisë, ndryshimet do të pritet të ndodhin vitin e ardhshëm, pra për 2026, por sërish kur flasim për ekonominë, ka disa sektorë të cilët kontribuojnë në rritjen e saj, siç është edhe turizmi, ku vëmendja kryesore përgjatë këtyre viteve të fundit është pikërisht në këtë industri. Por, jo më pak vëmendje zën edhe investimet e huaja në Shqipëri në aspektin e një zhvillimi ekonomik. Në fakt, sa e vërtet është kjo, ne do të kemi mundësi të diskutojmë përmes shifrave dhe analizave ekonomike në studio me zotin Zenel Hoxha, sipërmarrës Doma Britanike e Tregtisë. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe me gazetarin e Radio Televizionit Publik Shqiptar, Omer Saraçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotërinj, faleminderit që jeni me ne. Në fakt, nuk e di pse është krijuar një perceptim që kur vjen puna tek investimet e huaja, ne si shqiptar kemi pak më shumë besim. Megjithatë, e nisim bashkë zoti Hoxha, cili është roli i investimeve të huaja për ekonominë në Shqipëri? Është frymëmarrje për ekonominë, për vendin në përgjithësi. Kjo në kontekstin e përgjithshëm, jo vetëm për Shqipëri, por kudo që ato janë prezent. Është know-how, pra është njohuri për arritjet më të mëdha që kanë ndodhur jashtë vendit ku ato aplikohen, pra në rastin konkret Shqipërisë. Është një dinamizëm, mund të them, për ekonominë dhe për zhvillimin e saj në përgjithësi. Shqipëria nuk e ka patur fatin e vendeve tjera për arsye të, siç e dim, të izolimit të saj 46 vjeçar, kështu që në një ekonomi tregu të re, mendoj që në 33 vjet ka arritje të dukshme, ka dhe prezencë të investitorëve të huaj, por jo në nivelin që Shqipëria për oportunitetet e saj që ka të ketë një prezencë të konsiderueshme. Çfarë pengon, zoti Hoxha? E para, thash, është mungesa e traditës së ekonomisë së tregut dhe e dyta është tranzicioni i gjatë politik me problematikën e vet dhe mungesa e partneritetit, se thash, të krijohet ajo klasa e biznesit e gatshme për të qenë partner me ata që vinë nga jashtë, kërkon kohën e duhur, maturimin e duhur, por mendoj që pas 33 vjet, sepse në 92 Shqipëria zyrtarisht hyri në ekonominë e tregut, për tashmë e kemi një klasë të tillë të gatshme për të bashkëpunuar me investitorët e huaj dhe kjo ka ndodhur sidomos në 10-15 vitet e fundit. Siç e thash, nuk është ajo që ne kemi pritur, për arsye sepse thash nisur nga eksperjenca ime 32 vjeçare, pra në kryet e institucioneve të biznesit, duke filluar me dhomën e tregtisë të Shqipërisë në 93-94 e në vazhdimsi, personalisht them që në Shqipëri do të ishte bërë më shumë, do të kishim më shumë investitorë të huaj, se megjithëse Shqipëria është vend i vogël, mundësitë janë të mëdha, për arsye se vendi ynë është i pasur nga burimet natyrore, por ka edhe një fat të madh për shkak të pozicionit të saj gjeografik në raport me rajonin, por edhe me Europën. Pra, mendoj që historikisht Shqipëria ka qenë një lysë midis lindjes dhe perëndimit, dhe unë mendoj dhe të gjithë shumë të tjerë mendojnë si unë që duhet ta luajë gjithmonë një rol të tillë, aq më tepër në kohët e sotme, në kohët moderne, kur mundësitë e lëvizjes e të bashkëpunimit janë më të mëdha. Një ndër gjërat më të rëndësishme që duhet të ndodhte, duhet ishte infrastruktura reale, pra duke filluar nga ajo detare, ku Shqipëria duhet kishte portet e saj të zhvilluara dhe siç dihet është në proces, pra jemi 30 e sa vite me vonesë, kur një projekt i tillë është lançuar që në fillim të viteve 90, pra
është hedhur ideja e zonave të lira, duke menduar për shumë me Durrësin, me Shëngjinin, me Vlorë. Po e ka penalizuar më shumë ky fakt, zoti Hoxha, apo se edhe investitorët e huaj nuk kanë gjetur një klim taksimi të qëndrueshme, sepse edhe kjo duhet parë. Janë një sëri faktorësh që kanë penguar një gjë të tillë dhe ajo që përmendet ju është, mund të them ndoshta është ndër më kryesore. Pra në 33 vjet ne kemi ndryshime ndoshta 6 mujore të paketës fiskale, të legislacionit në përgjithësi, gjë e cila është e papranueshme për ata që vinë nga jashtë, sepse investitorët e huaj vinë me një program të paktën 5 vjet ose më shumë. Ndjes, zoti Hoxha, mund të jetë dhe kjo për ta bërë pjesë edhe zotin Saraçi, mund të jetë dhe kjo, por mund të jetë dhe një anë tjetër e medaljes që ndoshta duhet ta diskutojmë. Kur vjen puna tek investimet e huaja, zoti Saraçi, dhe tek klima që gjejnë në Shqipëri, a merr gjithmonë Shqipëria atë çka jep për investitorët e huaj? Për investimet e huaja, sepse kjo është, le të themi, një marrëdhënie e dyfisht, pra në raport me investimin, mos ka dhe abuzime, pra mos është shfrytzuar Shqipëria në shumicën e rasteve? Tani, kjo ka të bëjë kryesisht me cilësinë e investimeve. Cilësinë e investimeve dhe origjinën e tyre. Në të shumtën e rasteve, Shqipëria partner tregtar kryesisht ka shtete si Italia, por edhe Bashkimin Evropian. Ndërvepron më shumti me këto partner tregtare. Dhe rrjedhimisht edhe investimet e huaja që vinë origjinojnë kryesisht nga këto vende. Po flas në historikun e, po themi, dekadave të fundit. Pa diskutim që këto ekonomi, siç është Italia apo dhe Greqia, me investimet që kanë sjellur në Shqipëri, kanë projektuar në një farë mënyre edhe atë fizionominë e bizneseve që ato, le të themi, kanë në vendin e tyre. Dhe po të shohësh, këto janë biznese të vogla dhe të mesme. Ndërkohë bizneset të mëdha, korporata, ose le të themi bizneset cilat janë ndërkombëtare, këto i gjejmë më pak në ekonominë shqiptare. Kjo i referohet kryesisht historikut të, le të themi, viteve të fundit. Por nga ana tjetër, duke i referuar 2023-2024, duhet thënë se ka një rritje në volumin e investimeve. Investimeve të huaja që janë rrjedhimisht para e freskët që futet në ekonominë shqiptare. Para edhe që vjen direkt, investim direkt, por para edhe që riinvestohet nga këto, le të themi, biznese që janë prezente në ekonominë shqiptare. Viti 2024 ka qenë pozitiv, duhet thënë, volumi investimeve të huaja është rritur me diçka më pak se 100 milion euro, rreth 1 miliard e gjys euro të cilat kanë ardhur si investimet huaja në Shqipëri, është një shifër pozitive. Tani, Shqipëria, kur bëjmë këto krahasime ose kur flasim rreth statistikave, gjithmonë duhet i referohemi garës rajonale. E parasysh si po performojnë edhe të tjerët. Shqipëria është në vendet e para, por nuk është e para. Ai, si thuash, shteti me cilën e garojmë është Serbia nga ana tjetër, që po bën më mirë, duhet thënë. Ndërkohë jemi më mirë se Maqedonia e Veriut, apo Kosova, apo Bosnjë-Hercegovina. Por është një input i mirë në ekonomi i cili ka hyrë në disa sektor caktuar për cilat Tani, pa kaluar në krahasueshmëri, për gjithë problemet që ka patur Shqipëria në këtë aspekt, cilat i renditje dhe zoti Hoxha, pyetja e madhe është këto të ardhura, këto shifra që përmendi Omeri pak më sipër zoti Hoxha, a ndikojnë drejt për drejt në prodhimin e brendshëm brut të Shqipërisë? Për çfarë lloj impakti, çfarë lloj inputi ka? Se çdo vit ne bëjmë dhe parashikimet e rritjes ekonomike. A zë një përqindje të caktuar që sjell rritjen ekonomike apo jo? Duhet të përmend vetëm një nga projekte që është, mund të them, historik në vendin tonë, siç ishte linja e gazit që kalon përmes Shqipërisë. Dhe ishte një projekt që zgjati 4-5 vjet. Sigurisht që pati një impakt, kryesisht në zonat ku kaloi linja, për arsye se duhet të theksoj që investitorët e huaj kur hynë në Shqipëri, ata vinë nga vende demokratike, po rasti konkret, po marë Britaninë e Madhe, ku përveç angazhimeve të tyre për të parë interesin e tyre,
paralel me ata shikojnë dhe interesin e komunitetit ku ata veprojnë, që është përgjegjësia korporatës tashmë, që është pjesë e çdo projekti, edhe në shifra se sa do të investohet në komunitet. Kështu që impakti ishte direkt në komunitet, por ishte edhe në përgjithësi në vendin tonë. E aq më tepër tashmë çdo vit Shqipëria, si thua, vjel nga ky projekt një shifër të konsiderueshme që shkon deri në 80-90 milion euro, por ndërkohë është precedenti për bërë një revolucion në vendin tonë për sa i përket ngrohjes, pra, përmes gazit, dhe siç dihet tashmë ka nis projekti i parë në Korçë dhe do të vazhdojë, besoj, në të gjithë Shqipërinë, do shtrihet linja tjetër që do shkojë për në Kosovë, e do të vazhdojë drejt Austrisë me radhë. Pra efekti është i ndjeshëm gjithmonë kur ka prezencë të investitorëve të huaj. Në të gjithë kontekstin, pra, fuqia punëtore është më trajnuar, për pasojë dhe pjesa shqiptare do të jetë më trajnuar dhe e gatshme për tregun europian ose për ata që do të vinë më vonë, me fjalë. Komuniteti gjithashtu është më i ndërgjegjësuar dhe më i orientuar për sa i përket asaj se çfarë duhet ndodhi nëse hyn një investitor i huaj. Ne kemi një problem shumë të madh në Shqipëri. Thash, kemi tashmë investitor lokal, por kemi dhe investitor të huaj. Ne kemi zona të caktuara në Shqipëri që janë rënuar për shkak të investimeve nga investitorët lokal, po marrin për shembull licencat e hidrocentraleve, licencat për menaxhimin e ujit të pishëm, licenca për ndërhyrje në bujqësi, me fjalë ku ndërtohen ferma me radhë, ku nuk merren në konsiderat fare mendimi i komunitetit. Kjo nuk mund të ndodhë me një investitor të huaj. Pra edhe ky është një aspekt shumë pozitiv. Rasti tjetër është bën të mundur njohjen e tregut shqiptar jashtë Shqipërisë, me fjalë mundësi që ka Shqipëria, njohja direkte, pra, për arsye se ato kanë networkun e tyre jashtë nga vendet që ato vinë. Pra Shqipëria hyn, gjë që ne synojmë vazhdimisht me punën tonë për ta futur, si thua, në hartën ndërkombëtare të interesit për investitorët e huaj. Dhe Shqipëria, siç thash, duke nisur me TAP-in, me Statkraftin, me telekomunikacionin, pra kompanitë e telekomunikacionit, të naftës gjithashtu, është bërë e njohur që Shqipëria i ka këto burime dhe mund të investohet në to, pra. Dhe e fundi fare është që impakti është dhe direkt tek shifrat, pra, kur bëhet konkluzioni përfundimtar për atë që ka ndodhur çdo vit në Shqipëri, pra, për prodhimin e përgjithshëm bruto e tjera e tjera. Sigurisht që është, por thash ka shumë për të bërë në vendin tonë. Por më shumë duhet bëjmë ne detyrat e shtëpisë, pra, për të krijuar klimën e favorshme për investitorët e huaj në vendin tonë, të cilën nuk e kemi akoma, sepse politika ndërhyn. Në rastin konkret ne është bërë, Shqipëria proklamon që ne kemi prokurimin online, por nuk është korrekt. Asnjë investitor britanik nuk ka arritur që duke bërë klikim online të hyjë në Shqipëri me X projekt, pra, për shkak të një tenderimi korrekt e serioz. Them asnjë, në absolute me. E kuptoni se sa shumë mbetet për të bërë nga shteti shqiptar, nga institucionet shqiptare, me qëllim që të krijohen kushte relaksuese për të gjithë ata që synojnë tregun shqiptar. Shqipëria, një vend i vogël me oportunitete të konsiderueshme, duhet patjetër të jetë sa më atraktive përmes krijimit të kushteve për të gjithë ata që synojnë tregun shqiptar. Por njëkohësisht edhe për ata që operojnë në Shqipëri. Bashkëpunimi me investitorët e huaj dhe ato lokal do të bëhet të mundur edhe edukimin e palës shqiptare, pra, se si duhet të funksionojnë, pra, sa herë që ata investojnë. Siç përmenda në rastin e bashkëpunimit me komunitetin, i cili në pjesën më të madhe rënohet po prej njerëzve. Dhe Omer, ndoshta është pyetja e fundit, cili mund të jetë sektori për shembull që mund të ketë më shumë nevojë për le të themi investimet e huaja, që ka nevojë të drejt për drejt që të ndërhyjë dikush? Atëherë po flasim për mundësitë, çfarë po ndodh realisht në ekonominë shqiptare. Ai që ka nevojë më shumë, ai sektor që ka nevojë. Pa diskutim sektorët të cilët angazhojnë të rinjt. Sektorët të cilët sinjalizojnë, le të themi, shoqërinë shqiptare që të rinjt mund ta gjejnë veten këtu. Dhe mund të jenë që nga teknologjia e informacionit, mund të jenë kryesisht se ne jemi në një moment kur gjithçka po digitalizohet, sektor, sepse kjo është një
mori profesionesh cilat le të themi gjejnë zbatim në shumë sektor të ekonomisë vendit tonë. Dhe besoj që kjo është ai, le të themi, drejtimi i duhur që duhet marrë ekonomia shqiptare. Pastaj efektivisht situata në vitet e fundit ka treguar se sektorët cilët po performojnë më mirë janë turizmi, pa diskutim, me atë morinë e profesioneve që sjell me vete, por edhe shërbimet financiare, shërbimet në Shqipëri kanë ecur mjaft mirë në vitet e fundit, por edhe tregu imobiliar. Tregu imobiliar është gjithashtu ai që kryeson ekonominë shqiptare. Në investimet huaja kemi, le të themi, sipas Bankës Shqipërisë, 1/3 shtëpive të cilat janë shitur për gjatë 2024 kanë shkuar drejt huajve. Të huaj që blejnë prona në Shqipëri. Ky është një sinjal shumë i mirë dhe që fton, le të themi, investime për më shumë. Do donim shumë që të vazhdonim edhe më tej, por për fat keq ka mbaruar minutazhi. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Do të jetë kënaqësi t'ju kemi sërish në një ditë tjetër. Faleminderit.